Mirë se erdhët përsëri në Rezedielli në këtë hapësirë. Do t'ju prezantojmë, do t'ju njohim me një vajzë që muzikën popullore e ka bërë pjesë të shpirtit të saj. Ajo është vetëm 14 vjeç, quhet Joana Saliaj. Është lindur, rritur në Greqi, me origjinë është malla kastriote dhe është bërë shumë i njohur në fakt në rrjetet sociale, por edhe në koncerte ku ka marrë pjesë. Ka bërë një bashkëpunim për një këngë të bukur popullore, këndon në 4 gjumbi të gjitha dhe do ta pyesim se si ka lindur ky pasion, kjo dëshirë dhe si ta vazhdoi këtë talent dhe këtë ëndër të saj në fushën e muzikës popullore. Joana, mirë se erdhe, dashur zemër. Je shumë e bukur. Shumë faleminderit për ftesën. Ke një zë të mahnitshëm dhe më bëhet qefi që një vajzë e lindur e rritur në Greqi mëson dhe flet fal familjes së saj, prindërve, flet bukur shqipen. Po, patjetër, nuk harro shqipen fare. Dhe këndon kaq bukur muzikë popullore. Po. Je vetëm 14 vjeç. Po, jam 14 vjeç. Si kur ke filluar të këndosh muzikën popullore? Kam një vit që kam filluar. Dhe nuk e di që do merja këtë rrugën e muzikës, domethënë nuk e di që do shkoja në këtë rrugë. Po si ka filluar, le themi, Joana të këndoj? Si kanë qenë ato momentet e para? Besoj ke kënduar që më e vogël, se sa një vit ke që je më aktive në koncerte, sapo është kthyer Joana nga Italia, ke marrë pjesë në një event aty ku ke kënduar muzikën tënde popullore? Po. Më thuaj pak për fillimet. Unë kisha parë një poster që kishte ardhur një këngëtare në Greqi, Vojsava Alia. Po. Dhe unë kisha shumë qef atë këngëtarën, nuk e dija, po e kisha shumë qef, dhe doja të këndoja një këngë, kështu i tha me organizatorit të këndoj një këngë dhe më vuri atje, dhe këngën e parë ishte Dajo Gjani. Po. Dajo, këngë? Dajo Gjani, Dajo Kapedani. Dhe pastaj, pasi ti këndove me Vojsava Aliajn, ajo u maknin nga zëri juta, apo jo? Po. I pëlqeu shumë, dhe më pas? Po, dhe pastaj e pash koncertin se ishte koncerti parë që kisha vajtur, dhe më pëlqeu shumë dhe thash të merja këtë rrugën e muzikës popullore. Ndërkohë ti je edhe në kurs? Po, vetë edhe në kurs. Muzika, po jo? Po, vetë në kurs muzike, dhe në shkollë private, do më thëmë. Dhe kurs matematike, kurs anglishte, i bëj këto. Po ndërkohë, muzikën popullore e këndon jo vetëm në Shqip, po e këndon edhe në turqisht, edhe në greqisht, apo jo? Po, patjetër. Këndoj shumë këngë. Po, si të pëlqen dhe muzika popullore, edhe turke, edhe greke? Nuk e di, kam pasion, do më thënë, turket më pëlqejnë shumë se ngjajnë pak më gjuhën shqipe, domethënë. Dhe kështu. Po ashtu edhe muzika greke të bën për vete, duke qenë se e njeh mirë edhe si gjuhë. Ndërkohë shoqet bashkëmoshataret e tua, çfarë thon kur ti këndon muzikën popullore, ndërkohë që mosha jote është për një tjetër muzikë, fjala vjen kur ato këndojnë dhe dëgjojnë muzikë të kohës, muzikë të ndryshme që ndoshta janë pak më larg muzikës popullore, por që ti e përfaqëson sepse të pëlqen, jo se e ke të imponuar nga të tjerët. Në fakt, më duket që janë shumë, domethënë, i pëlqejnë këto këngët shqipe. Dhe më thënë si e more këtë rrugën dhe ja shpjegoj dhe una që... Ju ke thënë atyre që ti je e njohur nga Shqipëria, që merr pjesë në koncerte? Ato u abitën, do më thënë. Se normale një gocë e vogël. Në shtëpi këndon? Po, vetëm studim. Po bëj. Po studion muzikën? Po, studioj. Vetëm studioj. Sa këngë popullore ke mësuar? Po tani nuk e kam... Shumë, do më thënë... Ndërkohë, përveç se këngëve që i ke mësuar, këngëve popullore, ke pasur edhe një bashkëpunim kohët e fundit, apo jo? Po, kam pasur një super bashkëpunim, bashkë me Mariole Rapaj, dhe ishte shumë kënaqësi për mua të këndoja me këngëtarin e madh, domethënë, ta bëja këtë këngë, Babebi. Ishte dëshira jote që zgjote Mariolin si bashkëpunim? Jo, më kishte dërguar një mesazh dhe kështu prindrit e mi e morën telefon dhe pastaj e berëm këngën, vajtëm te studio
Po, dhe falenderoj shumë për këtë ftesë. Ishte kënaqësi dhe ishte shumë e ndjekur kënga. Ka marrë gjithë ato shikime në YouTube, ishte bërë virale kënga, kështu që ne do donim që ta ndiqnim pak Joanën dhe Mariolin. Babe bi kënga. Shumë e bukur. Ti tani këtë ke bashkëpunimin e parë, që është kaq i suksesshëm. Si është Joana pas këtij klipit? Ishte i vështirë për ty, duke qenë se ishte klipi i parë, sigurisht çdo gjë që ne shohim na duket shumë e thjeshtë. Gjithçka është realizuar shumë shpejt. Sa ditë zgjati ose sa kohë zgjati ky klip? Edhe atë lodhi ky klip i parë ty? Nuk më lodhi shumë, por kur vajta në studio, të studio të edhe Zerin, atje kisha shumë emocione, se ishte era e parë, dhe atje kisha më shumë emocione, tani të klipi nuk ishte shumë... Shumë okej. Shumë okej. E realizohet shumë shpejt. Po. Ke dëshirë të bashkëpunosh me këngëtarë të tjerë, shqiptarë të muzikës popullore, dhe cilët janë ata që do doje të bashkëpunoje? Po, kam një këngëtar shumë të preferuar, që do doje të beja një këngë me atë. Cili është? Erviz Behari. Erviz Behari. Po, patjetër është se nga zërat më të njohur të muzikës. E kisha kënduar, të parën këngë që kisha kënduar në Shqip, ishte Dajo Xhani, kur isha më e vogël. Po. Të parën këngë në Shqip ke kënduar Dajo Xhani? Dajo Xhani, po. Dhe nga kjo ti u frymëzove të pëlqeu muzika? Po. Kështu që mund ta përshëndesim Erviz Beharin me këngën Dajo Xhani dhe t'i bëjmë një ftesë, pse jo? Të keni një bashkëpunim në të ardhmen. Ku i dihet? Po, patjetër. Na këndon çik Dajo Xhani. Në amanet mala, baje dajon si valla, e ke krah, e ke shok, jenë altë, jeni tok, dajo, dajo Xhani, dajo kapedani, e dajo nuk e fjallë, ne shokët të rallë. Me siguri Ervisi do të shkruaj pas kësaj intervistës dhe ju pres pastaj pas këngës të vini ta promovoni këtu tek ne. Si ndjet Joana kur del në skenë dhe këndon në koncerte, sepse të kanë ftuar në disa le të themi evente të ndryshme ku ti ke performuar dhe je artistja më e vogël aty? Ndjej shumë kënaqësi kur më ftojnë në këto evente dhe ndjej shumë mirë kur vin dhe njerëzit atje. Që të thonë që ti e kaq e vogël, këndon kaq bukur, ke kaq talent. Kam pak emocione para sa të dal, po okej, pastaj kur shikoj njerëzit të duar tokasin, të qejnë. Po. Si shikon veten Joana pas 10 vitesh? Them se do doja të jam një këngëtare famshme këtu, të këngës popullore. Të doje ta shifje veten këtu, po, patjetër këtu në Shqipëri. Dhe të jam këngëtare madhe këtu. E ta mësosh më mirë akoma muzikën popullore, që ti ta performosh dhe, pse jo, në të gjitha trevat. Në të gjitha trevat. Ndërkohë ti këndon edhe në turqisht, edhe në greqisht, muzikën popullore. Dhe në greqisht, po. Do na këndosh pak këtu në këto dy gjuhët e tjera?
Po, do t'ju këndoj një këngë të preferuar greqisht, έχω καημό μεγάλωνε. Okay. Έχω καημό μεγάλωνε, καρδιά μου τι θα κάνουμε, καρδιά μου τι θα κάνουμε, άιντε μωριά κοινή χάνομαι, τι θα κάνουμε παιδιά, να γλιτώσω απ' το σεβδά, να γλιτώσω απ' το σεβδά, άιντε που μου πήρε τα μυαλά. Aty mësuesit në shkollën tënde të kanë dëgjuar teksa këndon? Më kanë dëgjuar dhe thonë gjëra më të bukura për mua. Të kanë bërë komplimente në për koncerte ku ke shkuar, ku ke Po, kënduar? në këngët greke, se nuk e kuptojnë këto gjën shqipe, domethënë. Po me ndonjë këngëtar grek ke dëshirë që të këndosh? Nuk e kam Është herët menduar. akoma, pse jo? Është vetëm viti i parë dhe ti ke patur kaq shumë sukses, kështu që si dihet në vitin e dytë Po, të... nuk e di akoma, domethënë. Nuk e kam menduar. Ndërkohë, në turqisht? Në turkisht, është një këngë Dela Lëm, më pëlqen shumë kjo këngë. Diyarbakır'ın yoluna, Diyarbakır'ın yoluna, toydum düştüm toruna, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Sa bukur, ke një zë fantastik. Faleminderit shumë. Uroj dhe shpresoj që ti të ecësh shumë përpara. Shumë faleminderit. Si kalon kohën, Joana, përveç se muzikës edhe mësimeve? Ke kohë të dalësh me shoqet, të kalosh kohën tënde? Shkoj në shkollë, pastaj në shkollë private këto kurset, domethënë kursën e muzikës, kursën e anglishtës, kursën e matematikës dhe pastaj kam kohë për të dalë me shoqet e mia, të dalim. Muzikën tjetër përveç muzikës popullore, e ndjek, të pëlqen, e këndon? Në këtë trev, domethënë. Muzikën e huaj, në anglisht, muzikën e moshës tënde. Po, dhe në anglisht më pëlqen shumë, dhe hip-hop, dëgjoj, okej, më pëlqen shumë. Po nëse kalon në një gjini tjetër të muzikës, e këndon dot muzikën tjetër? Të hip-hopit për shembull, një këngë në hip-hop? Po, në greqisht më pëlqen shumë të këndoj ato këngët pop, domethënë si Eleni Foureira, që këndon është shqiptare, që këndon këngë greke pop. Do më pëlqen dhe po. Të pëlqen të eksperimentosh edhe në gjini të tjera të muzikës? Po, patjetër. Ndërkohë, ti pavarësisht se je lindur aty në Greqi, po, jeton aty me familjen, familja të ka sjellë dhe në Mallakastër për të parë dhe për të kaluar pushimet e verës apo jo? Ke qenë shpesh në Mallakastër? Më thënë të drejtën nuk isha ndodhur ndonjëherë në Mallakastër, po më pëlqen shumë. Domethënë këto vite s'ke qenë ndonjëherë në Mallakastër? Jo, jo. Era e parë që vjen në Shqipëri? Jo, nuk është era e parë. Po ke ardhur për të kënduar? Po, kam ardhur edhe për të kënduar dhe për gëzime kështu familjare, dasma, po. Të pëlqen Mallakastra? Më pëlqen shumë dhe më pëlqen që jam 100% mallakastriote shqiptare. Po këtu në Shqipëri ke shoqe? Jo, nuk kam. Se nuk rri këtu që të kem. Nuk e krijuar akoma miqësi. Ndërkohë që ti të ardhmen tënde e shikon këtu në Shqipëri. Po, patjetër, këtu do kthehem. Do kthehesh këtu? Do kthehem. Si dihet me këngë edhe me agent të ngjeshur për koncerte? Joana e projekton ditën. Po. Mirë. Tu uroj shumë suksese, Joana. Shumë faleminderit. Je për rrugë për të nisur direkt për në Greqi, kështu që të falenderoj ty dhe mamin tënë që të ka shoqëruar për të realizuar këtë intervistë së bashku. Shumë suksese. Ishte kënaqësi. Ne përshëndetemi me Joanën dhe me ju bashk, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.